Mes Semanit dhe Vjosës është projekti më i ri që do të zhvillohet në Fier. Zëvendës kryeministri, njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ndau në rrjetet sociale pamje nga ky projekt që synon zhvillimin e zonës bregdetare të plazhit të Darzezës. Sipas projektit, në Darzez do të ndërtohet një pedonale lungëmare, një zonë sportive dhe rekreacioni, struktura akomodimi sezonale, shërbime plazhi, shërbime hoteliere, shërbime gastronomike dhe argëtimi e të tjerë. Pjesë e projektit do të jetë lidhja me qytetet kryesore dhe përfshin krijimin e një tregu për produktet lokale, kamp veror ndërkombëtar, akademi dhe fusha tenisi, akuaparki për masave ndërkombëtare, fusha e parë e golfit në Shqipëri, park publik si dhe hotele ndërkombëtare Buzdetit. Me përfundimin e këtij projekti, plazhi i Darzezës do të jetë destinacioni për të gjithë vitin. Bregdeti i Darzezës në Fier është një nga zonat më të bukura Buzdetit Adriatik, me një rër kurative. Me 18 kilometra vijë bregdetare ende për të shfrytëzuar, qarku i Fierit ofron një potencial të vërtet për zhvillimin e turizmit veror.